4-8 orë, unë nuk kam fjetë, kam punu, kanë thonë nashta mund ku që jetë të flia në 12 natës, jetë ranu, jetë qmen. Po, unë jam qmen, ama në këmë shku në kuzhinë një restorantit e këmë dhonë flien, e këmë dhonë kingjin, edhe i këmë marrë 200 euro, 250 euro, edhe javë këmë dëshmu që një femën mundet nëse dënë. Mund është gjithë shka me arrit nëse ti dënë, nëse mundosh me zemër, me shpyrt, me sinceritet, gjithmonë arrijet. Fillimisht kom punu kamarjer, dikun 15 vite. 2020 kena startu për një shpe me porosia të leta, do me thonë kena fillu me thjesht me fertere që i thojmë na në shpe. Dikur du sëru në bos porosia, kena kalu më pas në sene tradicionale, pite, kingja edha. Kena fillu krejt në zero, mos thonë zero, se zero dikun është mirë, po krejt në zero dhe rezultatit që shposhje. Agem, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë, falenderit, mirë se erdhët. Si je Agem, që shpërtet? Mirë, falenderit, puna ecë mirë. Kena gradualisht shërbijem sene tradicionale, kingja edha flia, edhe nga grilli, do me thonë nga skara, mishat kombinum, stika, ketë. Përbojna një meny shumë të mirë, shumë cilësore, kuptohet me shije, me krejtë senet. Agim, që shka fillu ideja për me anis dhe me thonë këtë restoran? Biznesi unë kryesisht përmban, fuqia punëtore është biznes familjar, punoj këtu me grua, me djalë, me vajzë, me qika, zinxhiri familjar kryesisht. Ideja për me vazhdu me punu në ankitë mi është krejt papritmas. Fillimisht kom punu kamarjer, dikun 15 vite, më pas kom pas pak eksperiencë këtë drejtim, edhe fillova në 2020 ta provoj fatin edhe po që ka rezultat, dite ma shumë senet esqen qysh është mas miri. Kena fillu krejt në zero, mos thonë zero, se zero dikun është mirë, po krejt në zero dhe rezultatit që shposhje. E do me thonë, në vitin 2020 në kohën e karantinës keni fillu. Qysh janë kona ato fillime, qysh im bon mend ato ditët e para? Fillimi, sakt na në 2020 kena startu për një shpe me porosia të leta, do me thonë kena fillu thjesht me fertere që i thojmë na në shpe, dikur du sëru në bos porosia, në bos kërkesave të mëdha. Kena kalu më pas në sene tradicionale, pite, kingja edha, sene tradicionale, kështu që është një rezultat për një kohë shumë të shkurt, është shumë i kapshëm edhe ka pas sukses. Fillimisht gjithmonë duke u bazu në suksesin ton, korrektësin ton, në cilësien, sjelljen, krejtat. E do me thonë ka fillu në shpe, me një fertere. Bashkë me nusën ja keni nisë, do me thonë ashtu, qysh me një fertere? Shumë e thjeshtë. Qysh e cika kom punu kamarjer dhe në 2020 edhe pandemia ka ploj krejt globin, kështu që unë bëllën, po mbetën njerës pa punë. Unë me qëto pak pare që më ranë me morë, shkova e blejta një fertere, një bos plinit me ta fillova, edhe gjithmonë duke e pasur kratë djallë të shoqën, me pas edhe fëmija të angazhum, edhe në bas porosia fillun kërkesat e mëdha. Pa tjetër që fillime, do me thonë, asë njëherë nuk janë të leta, po për juve normal kanë qenë pak ma të shtira, për shkak se nështë nuk i keni pas një bazë shumë të mirë, edhe prapë, ku e gjetët atë forcën me anis? Fillimisht në rend parë ka qenë në vullneti për punë, edhe gjithmonë të e pas parasysh që njeri kur e ka një ëndër edhe ka dëshirë me pa të kapshme, kur nuk dërzohet. Kështu që një ndërtaj më kanë me dhënë, falë Zotit, falë ndihmës të klientëve, gjithmonë falendërues ndaj tyre, edhe puna, rezultati, jem ku jem tashtë. Tjetër dhe ato e bojnë të vete. Agem, unë e di që çdo biznes normal në fillimet nuk zën shumë për kroje, janë shumë vështirësi.
apo na tregon me çfarë vështirësie përballte në fillim. Ke qenë domethënë 15 vite ke punu kamarjer, masani na je qos pak në pjesë e afarizmi domethënë. Qysh janë ka ato fillimet e tua? A ke besu në ëndrrën tënde? Kur e keni përvojë gjatë si kamarjer, është pak ma letë më kyç tani në gastronomi direkt, është fjala për në kuzhinë, se pak a shumë ki prioritet edhe nuk e ki shumë të vështirë, po kryesisht me financim si për fillim, kom qenë pi në zero, do të thotë, edhe me qëto financat pakta që i kisha, do me thonë me rreziku edhe më konë shumë i sigur që ja ka rezultat, as ka është konë, sidomos në kohë pandemie, po falë zotit, klientëve, shëndetit, vullnetit për punë, ka gjithçka si është mas mbari. Normal për shembull në kohën e pandemisë janë mbyll shumë biznese, masandej u mbyllëm edhe nana për shtëpia për një kohë shumë gjatë, edhe ti domethënë rrezikove, me thonë ashtu. Rrezikove se e pote një qëllim që to, edhe thë ta provoj, apo? Po. E ndëru me si. Mirë, faleminderit. Ti domethënë një bashkëshortja e Altinit. Po. Edhe domethënë një edhe kuzhinier, atë njëjtën kohë e restorant. Po. Këto ushqime tradicionale domethënë janë prej dorës. Po. Qysh keni fillu? Qysh janë kanë ato fillimet e juja? Fillimi ka qenë pak i vështirë, sepse kur mune me thonë shlirë kur krejt bota mbyll, Po, në karantinë. atëherë do me thonë na u tesht paqare, diçka të bojmë për vetë vetëm, për familjen. Edhe filluam. Historia është shumë interesante. Historia është interesant se kemi nisë me një fertere, me një plen, me një saq, edhe me një tepsi që e kisha marrë të kujshit, se kisha theme. Flia e parë që i kisha qitën. Edhe të punu njerëzit të e po vullnetin tonë që na e keshëm, se dojshëm me ba diçka për vetë vetën, po normal se edhe puna, ka qenë do më thonë puna ajo që na e kena ba me gjithë kapacitetin që i kena pas, jena munu maksimumin me dhonë, si unë, si kuraj. Po edhe fëmija kanë qenë do më thonë ata që në kanë shty edhe ma shumë. Edhe të fëmijët i ti, ki 3 fëmijë edhe i është atë zonë, dhe më thonë mujnë e 7, po e pretë edhe një djallë tjetër. Pa. Fëmija ma i malë sot i ka 14 vjetë. 14 vjetë, atëherë do më thonë i ka pas amore 10 vjetë, po qëtë se ka pas mundësi, do më thonë ka qenë ofër meje, ofër bashkëshortit, po do më thonë ofër meje ka qenë gjithmonë, mundë me thonë. Për çdo sen ka qenë ofër, e ka di qëllimin tem edhe të bashkëshortit, se për shka na i bojna këtu sene, po fol sakrificave që i kena bon, edhe kë e ka dit edhe u mundu, po edhe Zoti nuk ne i ka hup mundin. Unë gjithmonë kom thonë edhe thëm tash, nëse mundosh me zemër, me shpirt, me sinqeritet, gjithmonë arrijet. Po njëri duhet me pas një qëllim, se unë po du me shku qëto, edhe nuk nana pa marrë parasysh se qka thuhe, qka bëhet, unë e ku me mërin që atë, edhe unë e kum pas atë qëllim. Unë e kum dasht me orë qëto. Fjallë të këqia, fjallë të mira, mu më kanë dhonë kurajat mirat, po edhe të këqijat. I kum shel vesht, edhe kum vazhdu, se kum dasht një qëllim. Që fëmija mi jenë, nesër, mas nesër, ta gëzoj qëto që e kena kryune me bashkëshortin, edhe të vazhdoj nëse donë. Lule do me thonë, normal, si krejt fillimet gjithë janë ma të vështira dhe lojnë gjurëm. Po që amboni përshtypje mushke që edhe në bisedën me Agimin, ai të kesh shumë mirë njës ndaj teje. Se ti e kon ai motorin është ta që i ki jap energji edhe forcë këtë familjes. Ku e gjesha atë forcë, Lule, të më fillim? Më me thonën shumë shlirë edhe sot, forcën e kam të fëmija, të burre, i cili asë një herë, pa marrë parasysh a thash, qka qysh tek, a i ka pas besim mu. Edhe unë e kom di që a i pa mu s'munet unë pa të smoj.
Edhe gjithmonë, edhe kur njani shembull, abede unë kom thonë jo se mujna, ja dalëm, po, asnjëherë s'kam thonë jo, e din edhe mishteria asnjëherë. Nuk jom dorëzu pa marrë parasysh, a thash kushtev, senev. Në fundit ata nuk më kam pas faj për kushtet, senet e mia. Ata më kanë respektu mu, punën teme, e kam vlerësu, e thonë jo jam mirë njohës, ju kom thonë 100 herë, edhe miliona herë, tanë jetën teme jo mirë njohës ndaj tyne, që ata e kanë vlerësu veç punën teme. Lule, unë e fola edhe me Agimin edhe një për sfida me matë mdoja, qaj, macej, kuke, kur ju keni fillua ato fillimet e juja, edhe nuk keni pas nështë shumë kapacitet në ato edhe keni marrë një porosi shumë të madhe prej një klienti të mëdhenj. Edhe Agimi më tha, nuk e disha qysh me ja dojtë, se nuk e shumë tha kapacitet në për atë porosia është madhe. Po ti qysh e kujton atë ditë, Lule? Atë porosia e kujtoj edhe sot dhe gjithmonë se do më thonë ka qenë edhe porosia e parë që e ku marrë, unë e ku marrë personal. Edhe për një orë e gjysmë në fakt unë nuk e kom kshyrë as orën, sa është kur e ku marrë porosien. Edhe veç e ku marrë edhe kom thonë se abide e baj. Kam qenë pa pregaditur, po me vullnet të mirë, me burrin, ka qenë edhe djali migjës burrit, që na kanë ndihmu, rastisht ka ardhur një gruje kushërinit, më ka thonë çka po do me të ndihmu, i kom thonë, nëse mund është veç abide se maru punt, i kena ndo si cili, edhe kur e kena kshyrë kohën, do më thonë, na kena mri para kohë atje. Edhe krejt që ka u konën, interesant, mazi u kry ajo, sa ata njerëzit nuk e kanë ditë se u konë tereni parë për neve. Tash për me bone pak hajgare, me qetësu Agimin, ju thom aty në djemve ako mësi në i video, në i fotografi. Edhe ata i kanë kop telefonat për na fotografojnë, për na ingjizojnë, tash unë me djalin e migjës Agimit për keshe. Edhe pëthëm, në leqe e kryetëm, po dhe shumë foto për boj. A vede, u kry shumë prefekt, ata u ndonë shumë të knoqën, na me një, edhe ma të knoqën që e arritëm me ko, qëllimin që ata mos mu dëshprute na. A më bravo ju qëpë se një sfit në shta këgja e madhe dhe qyshja keni dalë jo e dini, po pak edhe në shta mos është një mesë dhe prej Zotit që u ka që në shta njerës të duhen në momentin e duhet edhe. Po, unë e gjithmonë do më thonë atë thash, gjithmonë falemderu se pikspori jam ati. Aj, pa forcen ati na nuk e shumë këto, sidomos une, thamë, ka njëherë se kur i një platë që thojnë smoj, zbaj, jo munësh. Munësh kur dënë, munësh gjithë shka me arrit nëse ti dënë, ki besem Zotin, pikspori, aj, do më thonë, ka me të dhanë forcen, ka me të dhanë fuqien, edhe te veç dohesh me nejt drejt ati. A nëse në tonë, ose në këtë tonë, atëherë, jo. A me besem të atina, edhe me drejtësi, gjithë shka munësh me do. Unë e kujtoj një rast, që e kom cek edhe ma herët. Kom pas 5 terena, do më thonë, 5 terena, jo në kanë ashta moj me thonë 1.500 vetë, për një ditë që i kam kry. Punëtorët kam pas me ardhë në ora 8, unë e prej stresit, prej ngarkesës, që a mëj mja dalë, a jo për mësë mi dëshpërum njerëzit, s'kam fjetë heq, i kom bo krejt, nesit, kom vazhdu, kom punu, do më thonë, tanë kohën, e fundit ka qenë me një synetit një djallit, do më thonë, a i ka qenën, atëherë kur a i ma ka zgadore, më ka thonë, më falemderit shumë, për ti edhe, o Zot, falemderit që ma dhau këtë fortë. Ta natën, ta në ditën, do më thonë 48 orë, unë nuk kam fjetë, kam punu, edhe nesrit, ju më konë shumë e këfjellë. Kështu që a thash edhe ma herët, nëse ti dënë, mon, edhe ja delë. A mo falemderimin gjithmonë duhet të ajë, për çdo sen. Unë e thamë, nëse e kom kalua ditë, që u konë shumë e veçantë, që s'muna me harru korë, atëherë më vjen keq kur dikush të smoj. Zoti na ka dhënë durë, sy, mendje, veç duhet me ecë.
Edhe me dasht, në fakt edhe me dasht. Lule, ti një gruaj jashtëzakonshme, përveç do me thonë që je non, je përkushtu edhe ja kënë gjitë dorën ashtë do me thonë burrit edhe në biznes, Qysh janë kanë do me thonë këto sfida, a ka pas një ditë që je dorëzu edhe ke thonë, jem vlodhë ma? Jo, thash edhe ma herët, jo. Sepse kam pas një qëllim. Qëllimi jam ka qenë që fëmija jam t'i kenë ato që une nuk i kum pas. Mënë me thonë realisht, i kum pas të prind, të familje jam, po të bashkëshorte. Edhe sfida që une i kum kalu, s'kum dash që fëmija mi kalu. Edhe me gjdo kosh nashta, edhe kur nuk jom kanë mirë, ka x raste nashta s'jom kanë, edhe vetë doktori më ka thonë, nuk je në gjendje, une kum hjek infuzionin edhe kum vazhdu, edhe mishteria më kanë thonë, po ti nuk je mirë, kum thonë, jo se jam mirë. E kum kryon e to shka u dasht me dhanë, edhe jam këthy, tamam ku dasht. Ama as njëherë nuk kam thonë që nuk moj, as njëherë. Do me thonë, për kundër gjendjes shëndetësore që normal mbi ngarkesa, lodhja, edhe griprat, ftoja, me infuzion, do me thonë, e ke hek infuzionin edhe ke ardhën punë. Se e ke pas qëllimin, dashnin edhe vullnetin për punë, ma të madhe se çdo sfidë. Ti për mu jeni shembull i gjallë suksesi, edhe po më vjen shumë mirë që e këm rastin, do me thonë, me të taku, po që e kishe thonë qikave edhe grave, do me thonë? Thash edhe ma herët, një nanë, një femën, që donë, ajo arrin çdo sen. Duhet milion fjallët, vepra, është ajo që i mund krejta, pa marrë parasysh se çka thuhet për mas. Nëse ti me vepër e ke ban që të poga që shembull ta marrë, kjo dëshmon që unë e kum ban edhe s'mundet me e largu kërkosh, ose këtë pite, ose këtë pul. Unë e kum ban. Sa do që thuhet që ai tjetri e ka ba kur vepra fol, gjurmt, nuk mundesh mi fshin, sa ato janë, jesin, tanë jetën, do më thonë, mu krejt që kam vjen mirë që jam ka një gru, këtu në Zhegër, që ju kom thonë, edhe javë kom dëshmu që një femën mundet nëse danë. Nuk duhet mu izolu, nuk jena në kohën e më hershme që duhet pa tjetër mi ba disa sene, po duhet me ba për familjen, duhet me punu për familjen, duhet mu sakrifiku për familjen, nëse dënë, me pas familja jote. Amo jo me thonë, une nuk du edhe nuk maj, ose tha ose bani, jo. Nuk tha, nuk bani, une baj, edhe e ban. Veç one, edhe u kry. Amo gjithmonë, unë e thëmë, gjithmonë me Zotë, jo me tjetër kënë. Nëse nuk e ki besimin Zotë, kur gjo nuk ki. Nuk e di, po më pëlqen shumë se po folë me shumë dashni edhe me shumë, po jep shumë motivim edhe inspirim për krejt vajzat edhe gratë që mundën me ataj. Mujnë, besam që mund. Se ju ja keni nis, do më thonë shumë në nëzero, mu burët më tha në nëzero. Në kina pas kur gjo, një plen edhe një fërtere, tigan, do më thonë. Edhe një sa që ja kum hazu kujshive, më tha. Po. Fillem, do më thonë, e kum marrë të kujshia, e kum qitë flijen e parë, dytën, tretën, ajo gruta është, do më thonë, është e vdekun, për inshallah Zotja ka falë gjenetin. Edhe, do më thonë, masanej, unë i kum bo sanet e mija, po, unë e vlerësaj, edhe nuk e harroj korë, se kish mujtë në është ta me thonën si shumë tjerë që kam thonë jo, le t'i blend vetat edhe le t'vazhdojnë që se po do me qitë fli. Së është ta i noti që e kanë po, njerës të mirë po, kur e ki zemrën e bardh, edhe nimon pa marë parasysh një rëmojës nëse dikujt ja jep, edhe aj e ka një qëllem t'i pja jep për një qëllem të mirë, aj nuk ma mërmenja që mundet mës me të falimderu ty. Pa e tanë jetën ka më konë falimderu si jo, edhe nuk ka me të harru por. Po, tash njerëzit nuk janë krejt njëjtë, dikush është ashtu, dikush është kështu, dikush menon pozitiv, dikush negativ, edhe negativi le tjetë anash, pozitivi le tjetë me mu, edhe ka më konë tanë jetën me mu. Pozitivja.
Jo e keqja, po veç e mira, le t'jetë me mu, me familjen teme, me burrin teme, me fëmijën e mi. Edhe për fond, po du edhe me të pyet, a keni humbë shumë njerëz atë rrugës, për shkak se me nis një biznes, çado qoftë, pak edhe largohen ashtu njerëz, nështë ata që kojnë klientit bëhet ma familje se do familjar. Po A është keni pas si raste? Po është e vërtet. S'kam besu, do me thonë familjarët juve, edhe masandela kur ju kanë po që po keni sukses, ju kanë kërku ndere. Besom që ka qenë, do me thonë, une, kom pas porosia flias në sofër, atëherë s'kemi pas në restoran, tonin, kemi punu me porosia. Tash që fliat në sofër bëhen 12 ora. Unë i kam qitë fliat në 12, në ora 11, për mi shku flia e fryt, e mirë, tazë, se kom ujtë me bëhen 12 ditës, ose 1 ditës. Po kom dasht me pas tamam abedet në zetë. I kemi bë kingjat, i kemi shpërnda shumë njerëz. Kanë thonë nashta mund ku qetit flia në 12 natës, jetë ranu, jetë qmen. Po, unë jam qmen, ama në kum shku në kuzhinë një restorantit e kum dhonë flien, e kum dhonë kingjin, edhe i kum marrë 200 euro, 250 euro, ku do me thonë sukseset e mia janë ato që janë kanë me hi, që unë nuk jom ly e ndy, po e kum përdor atë sinceritetin tem, atë punën teme, edhe unë e kum shku tamam qysh unë jom kanë jo artiste, po tamam pi punës e më punë. Edhe e kum ditë për shka, ku jam të dashtë me shku, po kum pas mishterit mirë, që asë njëherë së më kanë do. Më kanë respektu mu, burrin tem, familjen teme, sidomos do më thonë, familja jeme e cila ka qenë gjithmonë për krosë e jemja, edhe shumë herë nështë më kanë thonë balë, se s'mon ma, po ata e kanë di qëllimin tem, edhe e di që edhe durimi tyne, edhe durimi jem, sakrificat e mia se nuk është letë për një femën, ju kushtu veç punës edhe milionona shkrejt senët. Po qysh mujte me ardojtë, më thonë, edhe me fëmi, edhe këtë shumë shumë angazhume, ku e gjeshe forcën përveç që të fëmija edhe të zuti? Apo të që ke fjolla që mund është me ardojtë? Se po duke shi shumë motivuse. Thashune që mund është me ardojnë është e vërtit, kur danë. Agimi, do më thonë, ka qenë shtyllë për mu, unë për ta. Edhe gjithmonë, do më thonë, këmë thonë se duhet, une mu bon kurbani këti, sakrifice këti, që nesër mas nesër, këta ketë kryt, gjithmonë, sa do letë munohet gjdo kosh, kë, do më thonë, edhe veprat e mia, kanë me folë, që thashtë dhe ma herët, gjurëm që i kom lanë, ato nuk mundet me shlyp kërkosh. Ti për mu je jashtë zakonshme, kështu që edhe kështu që në thash, Agimi ka qenë shtyllë për mu, shtyllë për ata. Po që i kështë thonë diçka Agimi për kësaj video, i thashtë dhe ati, a i tha diçka dhe ti thoi diçka për kësaj video. Që gjithmonë do më thonë do të jam falenderuese që më ka besu. Mu, veç mu, edhe e ka di qëllimin tem të mirë, që nuk e shgëmjej, nuk e mashtroj, nuk e tradhtoj, po gjithmonë munona për ta, për familjen. Po për fëmijë, diçka ta prek po pak edhe këtë pjesën e fëmijëve, do më thonë prej 10 vjet i ka pas djalë aq i vogël. Po. Jo kanë gjitë dorën familjes. Çfarë ndjesie t'jep këty si non kur e sheshe edhe djalin të mundur? Normal se nështë kom pas dhim për ta, po kur e kom ditë që masanej, ai do më thonë ka me ditën, vlerën, që na nuk jena dorëzu edhe kena punu për ta, jo vetëm për ta, po për gjithë, ai do më thonë edhe vetë emnin e kuzhinës ja patalon amari, më thonë, aje ka ditë që
Gjithmonë menoj për ta. Gjithmonë veproj për ta. Edhe ka qenë ofër meje. Nuk muna me thonë që ka bo një punë shumë të madhe, por një punë që u kap si mosha e ti, po kryesisht do me thonë nuk është largu. Ka qenë ofër neve, kjo mua do me thonë gjithmonë ka dhonë në shta dhe më ka shty edhe ma shumë. Më ka shty edhe tanë jetën ka me më shty për deri sa t'jam. Kur s'jam atëherë, Zoti ju ndihmo. S'di që atë tjetër. Unë e dishta edhe me të pyte dhe diçka të fundit. Qa i kështë të njerëzve që zbesojnë mjaftueshëm në ëndrat e veta? Ja, ëndra veç duhet me vepru. Me pas guxim. Se nëse s'ki guxim, atëherë s'munesh me ba guxim. Unë ka një herë këmë thonë edhe në atë kodë, me thonë kur këmë rrezikuan, nashta e din, edhe krejt policia e Zhegrës me më pas rinit, unë e këmë pas atë perdën që unë e këmë e bon qëta, edhe s'ka sen që më nalë, po unë i vlerësoj që ata sot më vlerësojnë edhe e din sakrificën teme dhe vetëm kanë thonë, ka ndodhë shumë herë natën gjatë patrollimit, kina një muzikë, kina frut, kina parë, kina ditën, që ti e bëde, edhe fol atyne që i ke ban, sot dje këto ku je, halal të koftë. Ti do më thonë veç fjallë të mira, edhe për më bjenë shumë mirë, edhe për më i shambull suksesit, për edhe bashkërët juj që prej kur gjahesh, diçka të madhe keni bërë. Të madhe për vetën e juj, edhe për familjen, edhe për shpesej që keni më zgjeru shumë e ma shumë e bashkë. Inshallah kush do që munohet me drejtësi, Zoti ja jep. Të marrën. Bashkan gjithë në kësaj fjale, edhe na e përshëndesim shumë prej Zhegrës. Faleminderit e për juve, inshallah veç me të mira. Ti do më thonë fillem ja ke nisë me një fërtere, me një tigan. Qysh ja nisë ashtu? Apo na tregon ma detajisht? Pikrisht kjo është fërterja këto që për dikonin është shumë e thjeshtë edhe nuk ka kur një farë rëndësie. Për mu ka kjo fërterje shumë rëndësi, është një fillim i jetës së re, një kyçje direkte në biznes që më ka dhënë shumë fuqizim edhe për mu ka vleftë shumë bazë gjithë vështirësive që kena pasur, do të thotë kjo është starti ose fillimi i punës sonë. Fillimet lojnë gjuhën pa tjetër në kujtesën e gjdo kujtë, si gjithë janë ma të vështira, po nusën e pote shumë suportuse, shumë mbështetëse dhe më thonë. Një ndër kura e usit më të mëdha që më ka shtynë këtë biznes është edhe gruaja jem, gjithmonë falenderuz ndaj saj, kur su dërzu ka pas sfida që shumë të rauna që ma ka marrë mendja që nuk janë të kalueshme, po kanë qenë shumë të lehta gjithmonë me mbështetjes të saj. Do me thonë ndër mbështetësit e tua ma të mdoja ke pas bashkëshorten. Çka i kishe thonë bashkëshortës prej kësaj video? E di që emocionuesh pak, se ka qenë ato do me thonë gjdo me thonë sukses edhe gjdo dështim. Po qa i kishe thonë i falenderim në diçka prej kësaj video? Falenderimi pa dyshim se i përket asajna, me gjithë forcën, kapacitetin, energjinë dhe djenin në lidhje me gastronomin, e ka shfrytëzu maksimalisht edhe është një ndihmës për mua, një plus i madh që si të thojmë krahun e djathtë kom pas në çdo aspekt. Falenderus gjithmonë edhe bëj apel të gjitha gratë që dojnë diçka të kenë vullnet, kuraj edhe mbi të gjitha të kenë forcë, mos më dorëzu se gjithçka është e kapshme. E vërtet, gjithçka nuk ka sen këtë botë që s'realizohet, po sidomos te ëndrat, për shembull ti ke pas ëndrën këto, dhe sot po jeton ëndrën tonë. Çka ka qenë ndoshta një prej sfidave më të mëdha me të cilat je përballë këto? Një ndër sfidat e para që unë ballafaqu me ta është kur kum filluar 2020-ën, kur ka ardhur një telefonat shumë stresuese që kur në jetë nuk e harroj. Është telefonata e parë edhe me sasi të porosies pak më të madhe, edhe unë nuk isha i përgatitur për atë porosi, edhe aty ishte momenti më stresues për mua. Po aja dole tani që ato? Gjithmonë duke u bazuar në fuqinë edhe në takatin e gruas, si thëmë,
në kurajën e saj, normal ja dola dhe ajo ishte telefonata dhe momenti më stresues për mua në lidhje me këtë lëmi. A më përmbjen mirë se për shembull puna ju ka sjell mandena edhe normale dhe përfitime që në këtë rast i ka pëlqyer diçka prej juve dhe ka porosit ndoshta shumë më të mëdha. Po më pëlqen edhe të njëjtën kuq që s'po ja han hakun në grus. Edhe pe falenderoj shumë. Gjithmonë kur nuk e mahoj edhe gjithmonë e tham, domethënë pa pikë si thon, modestia. Po, pa pikë modestia them me gjithë shpirt se gjithmonë e kisha krah djathtë dhe rezultati përbën edhe forcën e takatin e saj. Patjetër, po. Edhe bravo që po e falenderon kaq shumë edhe që po ja din është gjithat mund, gjithat sakrifis, për shkak se ka pas edhe më kujdes edhe për fëmijët edhe a din mëmësia e krejto edhe prap ja keni dorë. Gjithmonë e ka thonë me bindje të plot se ka qëllim në këtë drejtim edhe ka thonë me plot energji, me plot vullnet, me plot kurajo. Kështu që rezultati tashmë shihet edhe mirë. Ku gjendemi tash? A mundesh me na tregu ku gjendet te Stresi? Restorant Stresi gjendet në fshatin Zhegër, komuna e Gjilanit. Gjilani do të thonë prej këtu është 12 kilometra, jena në rrugën rajonale që të kyç edhe me pikën doganore Stanqiç Bellanac, e cila kalon në Slupçanën Kumanov. Jena në periferi të fshatit Zhegër, vend rural, malor. Ti je i Zhegrës, edhe ke vendosur domethënë me hap restorantin vend lindjen tonë. Po, unë jam i Zhegrës edhe kom vendosur që biznesin tim ta hapin në vend lindjen time edhe këtu më njohin rrethi, edhe kështu që kom menu se ka rezultat më të mirë. Edhe apo del që ka rezultat më të mirë? Sigurisht se po, sigurisht. Se për shkak se për të fshatrat ndoshta kanjëherë është pak më problem se edhe fshatrat po braktisen me të madhe sot. Zhegra është e përbërë për një popullate bajge të mirë, dikun afër 1500 shtëpi. Popullata është kogja e lartë, meqense edhe në Mërgat gjendet një përqindje e madhe e banorëve të Zhegrës. Gjithmonë duke ju falenderuar edhe mërgjimtarëve, ata sa herë do të vinë pushim, vinë na vizitojnë me familjar, me miq, kena një respekt madh edhe një ndër shtysit për këtë arritshmëri që na jena sot ku jena, janë edhe mërgjimtarët. Falenderues ndaj tyre gjithmonë. Domethënë mërgjimtarët nuk ju ndrojnë hiç për shkak normal edhe kualiteti edhe puna dhe ushqimet. Keni shumë kujdes. Po a ka në rast domethënë me ndaj mërgjimtar diçka që ju ka lënë përshtypje? Gjithmonë falenderues ndaj mërgjimtarëve, kena klientë shumë, mërgjimtar shumë të rregullt, të sinqertë. Besoj se kena mërgjimtar se si të më rrinë në aeroport e bon porosien edhe kur të vinë këtu, direkt për aeroportit vjen këtu edhe furnizohet me ushqime tradicionale o tjera të ne. Do me thonë prej aeroportit edhe atë shumë i keni lënë bresa dhe përshtypje, po çka është diçka specialitet që e bëni ju? Tek ne specialitet janë kryesisht tradicionalet, pogaçet, langat, kingjat, edhat bojna me porosi, flijat, pitet, gjitha sene tradicionale, domethënë na i përbëjmë. Unë fola edhe me disa klientë domethënë të Kumanovës, ata tregun që edhe çmimet janë të lira. Gjithmonë duke mos e dëmtuar klientin, ne punojmë me një çmim pak më të voletshëm ndoshta se të tjerët, duke marrë parasysh jena edhe pak si në periferi. Normalisht restorante të tjera shfrytëzojnë rastin kur janë në periferi, shkojnë me një çmim pak më ngjeshur. Po ne nuk dash me prekën atë sens, është shumë i ndihshëm te klienti, edhe jena me një çmim mesatar edhe normalisht të mirë për klient. Te mishi i kingjë, domethënë sa po shkoni një kingjë i pjekur? Kingjë i pjekur te na varsisht shkon pi mallësisë edhe që shtojmë na pi kilogramit, po bla. Kryesisht e na pajisen me një kingjë mesatar dikun 170 euro, 80 varet, edhe a është i mjaftueshëm, për shkak se mund ka me diskutuar edhe me shumë domethënë blekturë dhe njerëz që kanë domethënë dele, bakti,
Edhe çmimet këgja maramen se po duken po apo ja vlen për shembull me pjekë dhe gjithë ajo. Po me një qenj mesatar dikon 3-14 deri në 15 kg mundesh me u pajis me një çmim deri në 130 euro, 140. Na arrim me shit, domethënë e pjekmi, e marinojmë, domethënë të gatshëm për servim dikon 170 euro. Po. Edhe po besoj që ja delni, jeni biznes familjar, punon domethënë nusja, ti, fëmija, apo mëni me ja dalë edhe a kam pritu fëmija? Çfarë moshe kanë fëmijët? Djali i madh është 14 vjeç, vajza është 12 edhe djali i vogël 9. Mirë po, të gjithë janë të lidhur direkt me biznes. Janë të angazhuar dhe spritojnë. Gjithherë. Ka raste që deri në 2 ose në 3 natës fëmia mi mbështjellin bishtek që i thojmë na thi kapirunat, përgatitemi për të nesrit. Do me thonë kaq të vogël edhe me kaq shumë motiv edhe vullnet, do me thonë me punu. Po. Po çfarë ndjesie t'jep kjo si prind për shkak se kjo më jep që kjo më jep forcë mua që ky biznes nuk ka të ndalur edhe normalisht edhe fëmijët e kanë po që ka rezultat edhe është një biznes që duhet me avancu me ecë të para. A di pse po ta bëj këtë pyetje pak për shkak se rinia sot më shumë e dhënë mas rrjeteve sociale e kështu po pritojnë ka njëherë me punu sado që është biznesi tyne, po a ka njëherë nështë që zdojnë ose lodhen diçka për shkak se sezonat janë të ngarkume. Po a lodhen fëmija njëherë se ka raste që edhe lodhen mirë po fëmija me domethënë janë e dojnë këtë biznes edhe gjithmonë të e pas para vetës sakrificën me mund që kena arritën unë me gruan deri këto, i kanë po vështirësitë dhe kanë po që duhet me diçka mu mirë patjetër. Edhe po më pëlqen që edhe fëmija domethënë janë angazhuani pse shumë tri edhe shumë vegjël me thonë ashtu, se e morrin një bazë dhe nisra mas nisra zgjeruhen i halo ma shumë, se këta rriten me qatë biznes. Po cila është ondra jote? Ondra jeme është për momentin me qëtë kapacitet dhe me qëtë ullëse që i kem, për momentin është mirë, po kam edhe ondër mu zgjeru edhe me pasën, tash për momentin jena 7 punëtor, do të thotë që në këtë kohë dimnit, po verës shkojmë deri në 10-13 punëtor, se ka punë ma shumë edhe kuptohet se sezona verore është ma e ngjeshur se tashtë, po kryesisht jena familjar, rreti ngushtë familjar. A investon një heq për shembull marketing online, e kam fjallën tash TikTok e këtu, a merren fëmija nështë ta pak? Fëmija po. Që gjejnë juve klient? Po, na e kena edhe faqen të stresi, djali i madh më shumë është i kyç, domethënë tek faqja, i pranon porosijat, pranon telefonin, marketingin e bën ai ka aftësi. Po se tash ta trit. Po, përbes ma shumë se unë ka aftësi në telefon edhe e menaxhon faqen edhe marketingin këtë e bën ai. Bravo i qoftë. Çaj kishe thonë njerëzve që se kanë vizitu kur, nështë prej edhe shohin këtë intervistë prej pjesëve tjera do me thotë Kosovës. Pse do të me të vizitu, mjë vizitu juve? Fillimisht kur të niset dikush me ardhë te stresi, le ta largon nga mendja se këtu veç relaksohet, me qenë se pak emri restorant stresi, e ka pak si unë erdha mu qetësu, jo mu stresu, kështu që t'jeni bindur jeni dhe vërtetoni se tek ne vetëm relaksoheni. Do me thonë, agim mu pëmbon për shtypje dhe emri, te stresi, pse te stresi? Me miliona pyetje më vinë pse te stresi, kur s'kam të bëj asgjë me këngëtarin stresi. Po. Se ngatrujnë është ta pak. Eksakto, zakonisht me klient Kumanovës kur të vina, është stresi këtu ta shohmi të bëmi foto, kështu që nuk ka të bëj asgjë me këngëtarin stresi. Emri stresi ka lind bas të punës, gjithmonë të punu me stres, të ugut, të i dhonë zarmi për tha ku krejt porosijat, klient sot pas ke stres, nesrit apet pas ke stres, kështu që ku po shkojmë, a shkojmë te stresi edhe kështu e ka gëzua emrin restoranti stresi. Edhe këngëtari stresi për ju bëj ka pak reklam, kështu se njerëz me Po, shumë vine dhe thojnë a ka mundësi me thirë stresin me bo foto, kështu që kur dalon e thojnë s'ko ka beke. Amo shumë interesant, kështu po m'vjen, po edhe të njëjtën ku, mos është nështë edhe pak si dëshmi që nështë përkundër stresit punës e të porosive,
stresit i bjen edhe të mirat. Se pa qatë stres, nuk ishi mujt do me thonë është ta me ja dollë. Jo, edhe me pos motiv me ecë para. Gjithmonë me vullnetin e punës, me stres, do me thonë kena arritën ku jena. Gjithmonë me të punu me stres, të punu me stres, të punu me stres edhe. A, po thu që stresi është edhe i mirë. Për këngëtarin se dija, për venin tek na që e posedojmë stresi Po për është... stresin si, nështë si emocion, si kështu, si ndjesi. A është i mirë? Po, emën shumë i mirë është dhe është letë mu mojtë men. Ku kjetë e stresi, shumë letë. Do me thonë, na folëm shumë edhe ke shumë dire dhe knajtësi me vizitu një restaurant si ky juji, që punon një familjare, keni mikpritjen shumë të mirë, edhe të njëjtën kohë këtë ushqime tradicionale, këtu janë të përgatituna me shumë dashni, edhe në mënyrën më kualitative të mundshme. Edhe çfarë ndjesie t'jep kur gjithmonë ki prej klientave do me thonë fjalë të mira? Falenderit do me thonë klientëve, gjithherë to e morë parasysh, klienti është në rend parë dhe gjitha komentet, gjitha sugjerimet që na vinë për tyne janë në favor tonin, do të thotë, dhe janë për lavd dhe për punën që e bojmë, e mbi gjitha dhe pritjen e respektin. Agim, po na flet pak për zhegrën. Çfarë katuni është zhegla? Zhegra është një katun i cili përmban 1300 shtëpi edhe popullsi ka popullsi, do të thonë mbi 10.000 banor, e kam fjalën për me mërgjimtar, po, edhe është vend i mirë, njihet si zhegla Agim Ramadanit, Idris Seferit, Kingjit Territ, komandantit do të thotë, edhe në zhegër janë krejt kushtet. Pak me dasht, nuk tipet mundësi me dasht jashtë zhegrës, as për shopping, as për... Do me thonë, se 12 kilometra largë e ko Gjilonin. Po, mirë po, krejt senet janë do të thotë këto me markete, veç se komuna hala nuk është. Do me thonë veç komuna... Do me thonë krejt po thuj ka me markete me... Krejt sen, postën e ka, e shkollën e ka, krejt ati ka, do me thonë zhegra. A kanë shuhit shrinia vendin, edhe se mu më përgjësim ka ra me shkun shumë shatrat Kosovës edhe shumë isa pa tjetër të braktisuna. Po lak mujnë me dalë në është ta në mërgjim shumë. Po në zhegër, qka? Në zhegër, do me thonë, në mërgat ka shumë atje, do me thonë për zhegrës, po kryesisht tash masi u bon liberalizimi vizat, tash edhe po migrojnë edhe për shfrytëzojnë këta faturën 3 mujorëshë, 6 mujorëshë, po shkojnë po punojnë edhe po këthejë. Po shpesher edhe ma gjatë. Po, shpesher edhe ma gjatë. Po dojnë për një jetë ma të mirë. Po, edhe për një jetë ma të mirë edhe ka dhe asi raste, po kryesisht e shfrytëzojnë këtë 3 mujorëshin ose 6 mujorëshin. E qa me ndonë ti për shambull, aja vlen me lëshu Kosovën? Une personalisht une si Agim nuk ndrona me Gjermani, me Austri, me Zvicër, për momentin është fjalla. Se kudo që shkojsh edhe kudo që e ki vullnetin e punës, do të thotë është jep rezultat. Jep rezultat. Nëse punon, do të thotë edhe këto i ki kushtet, jo nështë ta krejtësisht sikurat jep, po edhe Kosova është vend i mundësive. Edhe Kosova është vend i mundësive. Po është vend i mundësive edhe unë i bashkan gjitna. Hajde më të mena, Agim? Edhe unë e pa tjetër që i bashkan gjitna, do më thonë këti mendimi, po ka njëherë nështë ta po lakmojnë shumë pare në shpejt, në luksin e shpejt dhe po këshyrin me dalë, do më thonë jashtë. Vendet e huja nuk mujnë më konë sikur vendet e vendit në asë një aspekt, gjithmonë të e pos parasysh rrethin e ngushtë edhe është aja thonë një vjetër, si në vend tonë, së në gjonë askon tjetër, do të thotë edhe unë e kam qatë bindje që nëse se cili prej neve punon ose vepron në vendin e vetë, kam u konë një knaqër edhe kam i posë rezultat. Do me thonë ti se kishe lëshu kur zhegrën edhe Kosovën, as për një rrugë ma të një në shtatë Zvicrës ose Gjermanisë. Unë për momentin bes këtu ku jam edhe nuk kam mendje ose nuk e kam atë mendje që muj me migru, me shku në shtetet e jashtme, kur e kam punën këto dhe punoj vetë me gru edhe si ka dhe ma heret me biznes familjar.
A ke pos nëherë ëndra në shtasi e ri ose si diçka me dali jashtë Kosovë dhe me zhvillu jetën tonë atje? Apo kur nuk ka pëlqyer mërgimi? Mërgem unë veç kam qenë, një kohë të shkurt, mirë po na jena dhonën shumë mas parës, mas pasurisë, po gjithmonë do e pos parasysh që familja dhe vendlindja është pasuria më e madhe për një njeri, për secilin njeri ose për edhe unë kam punu edhe në Zvicër, do më thonë të njëjtën lami, gastronomi, kam punu 3 vjetë dhe kështu që prapë se prapë nuk e ndroj Kosovën me Zvicër. Do me thonë ke punu në Zvicër 3 vjetë, e qa kishe marë prej Zvicrës me sjellë të në Kosovë? Nështë ta na e regull ose diçka qa e kishe huazu? Normalisht edhe na veç po avansojmë ka Zvicra dhe jo një kohë shumë të largë do afrohemi shumë afër, si mbost rregullar, si mbost paga, si mbost krejt sene. Po thu që edhe Kosova ka më bëni lloj Zvicra? Normalisht drejt asaj rruge jemi. E diçka që të ka bo për shtypjen është ta në Zvicër, pra po thëmë një rregull, një stil jetese, qa ke pa atje ndryshe prej Kosovës? Mos të harrojmë se na jena një shtet do të më i ri për momentin botë edhe na duhet kohë për me arrit tek Zvicra, po nëse vazhdojmë kështu me hap biznese, me punu dhe mi bo, do me thonë pagesa që i bojnë në shtetet jashtme, sigurime, tatime, krejt senet, normalisht edhe na mujna mu konë shumë shpejt edhe shumë sigur drejt shtetit Zvicra. Vjen shumë që ata na s'po të ngacmojnë ama shumë faleminderit shumë për bisedën. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Edhe sa më shumë suksese domethënë edhe në punën e juaj edhe. Shumë faleminderit, respekt, faleminderit. Faleminderit shumë. E na miqtë mi dashur, ju përshëndesim prej Zhegrës së Gjilanit. Si jeni, ajni mirë? Mos po ju pengoj? Jo me ka mirë. Si jeni nderuar? Me cili është më i madh? Ti a? Si po kalon, ai mirë? Mirë, jush. Nga jeni? Ne jemi të Kumanovës, Maqedonisë. Kumanovës? Po. Qa ju sollin Zhegër? Sot koha e shevit edhe vetë dalmi shpesh kësajde. Te stresi këto të agimi është një person i mirë pritur. Edhe ushqimet i ka të mira. Edhe ushqimet i ka të mira. Po edhe të lira. Edhe të lira? Edhe të lira. Cilin ushqim, do me thot, cili është i preferum ju këto të stresi? Po të stresin e kemi ma shumë kombinimi. Kombinimi i skarës, ju po qanë mas shumë ti. Po që shpo ju mik presin, do me thonë këto? Po me na presin edhe për ata zati vejmë edhe pja djehit. Pria atjehi, do me thonë veni. Po Zhegra që shpo ju duket? Zhegrën na e kena si lagje, Kumanovës, e gjithë edhe në kohën ma hershme na kena ardhë këtë ana. Po kena edhe me qasi. Kësajde, motrën e kam pas këtu një fshatë të në qiqan këta afer kufinit, edhe kena hes do me thonë si non-stop njëna. Non-stop do me thonë një andë këmina? Po, edhe me stresi njëfme edhe ma herët, kur ka punu edhe naltë, e shta he ka pot vetën, jemi të gëzushëm, më një fjallë. Po Kosova, qëfar ndesja, po ndini si në shpepto? Kosovë na gjumin e bon ma dje, andrat të i kemë, gjithmonë. Gjithmonë andrat këto. Do me thonë në babalartë tona 70 vjetë Kosovë Republikë, unë i bona e men 50 Kosovë Republikë, që ne patëm fatin e arritëm. Po. Këtë ditë jemi të knashtë. Po qësh është jeta në Kumanovës, masi e prekëm edhe këtë tim, kisha dëshirë me të vejtë pa tjetër? Kumanova shumë ka dallime për këto. Si për shembull? Po na jemi ala në diktaturë, si me të thamë. Po, apo na full diçka për Kumanovën, që diçka për Kosovën që se Gjoni do me thonë kërkon. S'ka. Kosova jona. Kosova jonë. Po. Edhe po më vjen mirë që e vizitoni kaq shpesh, do me thonë edhe jeni po si të shtëpisë këto. Po, nuk me thonë në suj se një janë njaftë, mora me dalë kësajde. Po.
Nderum si je? Mirë. Si po kalan? Mirë, faleminderit. Edhe ti je prej Kumanovës. Po, prej Çajini Kumanovës. bizleti ju dë? Shok jena. Shok. Po. E do më thonë veni prej Kumanovës, këtu në Zhegër do më thotë te Po, stresi. po edhe motrën e kam ku. Edhe motrën e kinë Po. Zhegër të martuna, po? Jo, në vitin. Viti, po. Edhe ju bjanë muend koqa si Po, shpesh. po. Po këtu do më thonë, cili është ushqimi ju i preferum? Kombinimi, jena mas lirë, morë me frim, si do më thonë liri, po atje jena pak të kupum. Në Kumanovë. Po. Nuk kena ashtu probleme, mo dhe jena e ndi vetit se ma shlirë, pak dhe qka. Po. Po për Kumanovën qa po na thu diçka, masi pe kom rastin me ju intervistu këtu. Po Çfarë jete bëhet mirë atje, mo, do më thonë, do me pasë në angazhime më të forta, që si do më thonë, si jena bashkë në relaks atë ditë sukur këtë që i. Nuk ndiheni të Po. lirë edhe shlirë, do më thonë Po, që është ndiheni po. këtu në Kosovë. Po një fjallë të folsh duhet me ndërprejnë, për shemull, ki diçka obligim më të ranë, s'ki kuna i tregon adi, edhe dush me në t'i qetë. Po çfarë ndjesie do më thonë ju jep kjo, me qa merreni atje në Kumanovë? Qa punani? Po private, ndërtimtari, më herët kena pasën, kur e konën shteti Jugoslavisë, kena me blegtori, qështu, Qysh është Me jeta blegtori, atje? me- A jetoni me një fshat të Kumanovës? po gush Okej. Çerkes tash. E çfarë drejta i mungojnë Kumanovës? Juve atje shqiptarëve që kishin Gjithçka vendim? urbanizmi, po shkollimi tash ka dalën shumë më mirë, dhe që ajo është një hap drejt të ardhmës, mu unë për vete nisi të kupum deri tash. Të kupum. A friksoheni me full shqip, do më thonë, për... Jo, friksohem nështë, se unë jam, se du mos sa dhe kam qenë edhe pjesë marrë si luftës. I luftës së Po. Kosovës? Jo, në Atë Maqedonisë. Maqedonisë, po. E mo, se di si të them. Pak, në di veti në disi, jo shlirë, sigur A tash. mendon që shqiptarët e kanë harru pak, do më thonë, Kumanovën edhe... Po, shumë. E kemi gjemë burg Shumë. kus ju be mas. Po gjemë burg i kemi kus ju be mas. Që sa vite? Qatë Kumanovë. A mendon që është harru pak edhe janë të lanë në... Janë lanë mas dore shumë. Se u ban 10 vite, kush nuk e qanë dorën për to. Kam si du mos shok. Invalidat, s'kujdeset kush për to. Pa kra, pa sënj, pa kom. Ka ndru disa dhe jetë, më ka ardhën keq a di për disa persona se sun kanë një mu vetë vetës, teme, lejmo ati. Ata ndi shumë të kupum. Ende nuk us gjithë për gjo. kontribu pak ma shumë për mëre. A për përsërit edhe njëherë se... Kosova, po thëmë, duhet me kthej krejt pak ma shumë ka na. Ja mendon që se ka kthy mjaftueshëm. Kosova. Jo, bol. E çfarë ndjesie ju jep kjo juve? Qysh ndiheni? Po ndihim se kur shokin e ki mrena, jo një, po dhe më thonë janë ato djemë që kanë dhënë jetën për këto dita. Po. Faleminderit shumë, ke shumë derë dhe kënaqësi me bisedën me juve. E përshëndesim. E përshëndas në Edhe vestëri. mishti pak më tepër. Respektoj dhe Faleminderit. Faleminderit juve. E kam edhe një pyetje. Qa po i thoni shqiptarëve të Kosovës edhe shqiptarëve kudo ku janë, po përgjithësi. Njerë po fillojnë- Shqiptarët banë një. Si jemi një. Kemi luftën ndër veti. Partit. Po, partit. Mandena jo si e shqiptar, jo ti e kosovar, jo ti Maqedon, jo ti e kështu, Po në të kallëzum edhe ma parë që kemi në meqasin këto në si... Unë me të gjerë një nëse kur adja se këto do më thonë. Po, Na jemi që ato. Po qa mendon për këtë përqarjen? një Që vjatë po një të vjena se nonën e kam kosovarkë. nanën e ke Po, Kosovë. Stanqiqit. Shqiptarët Tash është Kosovës, problem po. aty, jo i Maqedonisë, unë i kam letrat Maqedonisë, po mua shumë herë më kanë thonë shko se ti nuk je për
në Maqedoni me ekzistu, shko në Kosovë. Kam pas probleme dhe ato me dokumentacionet, më tash më i kam të Maqedonisë. I ndërrum qa me ndonë për këtë përqamjen që po bëhet mes shqiptarëve, do me thonë, mes trevave? Po, s'po di, unë tash adi se në përrej kes një politikan, për shembull. E unë kam ditën që do të vejnë liria, do të na përgjegjet dikush për neve, se unë nuk jam politikan. Unë kam qenë për shembull pjesëmarrëse për çlirimin e trojve tonë. E tash, si na ka në kupun, nga tonë politikantë, s'kena faja, as çlirimtarët, as. Më tash, po do të edhe me shujt, diçka me ditë. Faleminderit shumë. Më ndarë t'jo fletë. Në një mirë, na falë se ju pengum pak. Faleminderit.